Diskutime mbi veprat e historianit Tahir Kolgjini në New Jersey. Veprat shkencore, artistike, politike, historike e veprës së Tahir Kolgjinit u bën objekt diskutimi gjatë një tubimi zhvilluar ditën e djeshme, në cilën morën pjesë akademik, historian, politolog, studiues e njerëz të letrave. Organizatorët kishin zgjedhur enkas për këtë veprimtari një nga sahat e qendrës islame shqiptaro-amerikane në Garfield në New Jersey. Takimi u ndoq me interes nga intelektualët, personalitetet të ndryshme që kishin ardhur nga shtetet tjera, pjesëtarët komunitetit shqiptaro-amerikan, New York, New Jersey, bashkëkrajinor, familjar, miqë e simpatizantë të veprës autorit. Ky veprimtari u drejtuar nga profesor Mithat Gashi, i cili është një nga kontribuesit kryesor për botimin e plotë të veprës së Kolgjinit. Në kumtesën e mbajtur nga orientalisti me famë ndërkombëtar akademik profesor Muhamet Mufaku, u vu në tukje disa nga kontributet intelektuale të autorit në lidhje me ndriçimin dhe zbërthimin e disa ngjarjeve personalitetet historisë së Shqipërisë. Ai e quajti Kolgjinin një intelektual të kohës së vet. Kështu mund të them dhe mund gjykohet dhe të kuptohet më mirë, mund ta krahasojnë kuptimin me formimin e backgroundit të tij, ndoshta me Idrisa Jetin apo Hasan Kaleshin. Mufaku shpreh se veprimtaria e Kolgjinit mund të ndahet në 4 periudha, përkatësisht në vitet 20, 30 dhe 40 që kanë veçoritë e veta, ndërsa më vete është periudha 46 deri kur vdiq në vitin 88. Profesor Mufaku ceku për secilën nga këto periudha nga një ngjarje apo kontribut konkret të Tahirit, ai vlerësoi lart pjesëmarrjen e tij në organizimin e lidhjes së dytë të Prizrenit në vitin 43, sa i përket periudhës së fundit veprimtarisë. Akademik Mufaku nënvizoi angazhimin në kuadër të emigracionit antikomunist shqiptar në vende të ndryshme të Perëndimit si Itali, Belgjik, Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu e bëri një panoramë gjithëpërfshirëse të kontributit të Tahirit në gazetat dhe revistat e diasporës antikomuniste si L'Albani, Libër, Shezat, Koajon, Vardari dhe gazetat të ndryshme turke. Në lidhje me angazhimin politik të Kolgjinit, akademiku nënvizoi krijimin e shoqatës shqiptarëve në Turqi, përpjekjet për ngritjen e partisë Bloku Kombëtar Independent, që kryesohej nga Ismail Vërlaci, politologu Kadri Brogu, pedagog i disa universiteteve amerikane, nënvizoi ndihmesat e Kolgjinit në fushën e historiografisë. Studiosi Elez Osmani trajtoi gjërësisht Kongresin e Klerit Musliman për tokat e lirume, të mbajtur në nëntor të vitit 41 nismëtar, i cili ishte Hafiz Tahir Kolgjini. Ai bëri një shtjellim të plotë të rrethanave të rëndësisë së atij kongresi. Zoti Lida tha se ajo që më interesonte nuk ishte brendia e çështjeve historike trajtuara nga Tahiri, por qëndrimi i tij ndaj tyre. Nga leximi i veprës kam dalë në përfundimin se Tahiri e shiste historinë si shkencë dhe i përmbajë standardeve të kërkimit historik. Në shkrimet e tij spikat integriteti, saktësia, pamshmëria. Ai ishte objektiv në analizat e tij mbi historinë, shpreu Lida. Gjatë këtij tubimi përshëndetën dhe sollën kujdime edhe vajzat e zotit Kolgjinit, të cilat për dekadash tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Vepra e plotë me 8 volume e Kolgjinit është publikuar nga shtëpia botuese Logos A me qendër në Shkup.